linçim dhe degradim publik në MCN televizion nga shteti Andi Bushati, i cili në një transmetim live më etiketoi mua si buallic. Absolutisht dua që t'ju bëj një shpjegim sepse kjo nuk është gjuhë politike. E para, në njohurinë time Andi Bushati nuk është politikan dhe nuk ka arsye sepse të bëj një gjuhë politike kundrejt meje kështu. Mirë po, edhe nëse e marrim nga ana gjuhësore, sipas fjalorit shqip, konsiderohet ofezë dhe fyerje e rëndë e dinjitetit njerëzor në momentin që një person arrin të krahasohet me një kafsh. Sidomos në rastin kur kemi të bëjmë me një grua, sipas nenit 33-35 të ligjit tuaj, 97-2013, transmetuese duhet të respektojnë dinjitetin njerëzor, të mos nxisin diskriminimin dhe urrëtitjen dhe të mos e lejojnë përdorim e pakënaqur. Në raste të ndryshme, kur gazetarët janë të ftuar dhe bëjnë pjesën e opinionistit, janë të ftuar, unë do t'ju them një, le ta themi kështu, pak si sekret brenda amës. Gjithmonë e shikojmë me shumë vëmendje disa herë transmetimin dhe shikojmë rolin e moderatorit në momente të ndryshme. Sepse ne nuk është vetëm jonë, në fakt gjithë regulatorët e Bashkimit Evropian këtë lloj formule përdorin dhe ne qeshim me kolegët europian gjithmonë që themi i ftuari mund të çmendet, po çfarë bën ai që ka përgjegjësinë editoriale? Ajo është shumë e rëndësishme, sepse na ka ndodhur edhe një rast tjetër ku i ftuari, le ta themi kështu, mes thonjzave u çmend, por kur i tregoi derën moderatori, aty nuk ishte më shkelje. Dhe këtë duhet ta kuptojmë. Nëse moderatori të thotë do dalësh për jashtë, në këtë moment nuk ka shkelje.